Artur Dejeli nga qyteti i Krujës dhe rezident në qytetin Alba të Italisë prej 32 vjetësh. Eksperti i vreshtarisë me 30 vjet përvojë dhe prej 20 vjetësh, si përmarrës në këtë fushë na tregon sekretet e krahasitjes së rushit dhe kujdesit për vreshtat. Me dorë të sigurt dhe eksperiencë të pasur, ai demonstron në lloje të ndryshme të krahasitjes, mënyrat e lidhjes pas krahasitjes dhe teknikat që ndihmojnë në rushin të rritet i shëndetshëm dhe me rendiment të lartë. Gjatë demonstrimit, Artur i shpjegon se çdo lloj krahasitje ka një funksion të veçantë. Disa ndihmojnë degët të mbajnë peshën e rushit, të tjera të rrisin temperaturshmërinë e dritës dhe ajrit, duke parandaluar sëmundjet dhe duke përmirësuar cilësinë e frutit. Ai tregon gjithashtu se si të përdorin lidhjet dhe mënyrat e mbështetjes për të ruajtur formën e vreshtit dhe për të lehtësuar mbledhjen e rushit gjatë sezonit të vjeljes. Por eksperti nuk ndalet vetëm te teknikat, ai ndan edhe këshilla të vyera për kultivuesit e rinj, nga përzgjedhja e kohës së duhur për krahasitje, tek mënyra për të shmangur dëmtimet e degëve dhe për të përmirësuar rendimentin e frutit. Me pasion dhe përkushtim, Arturi tregon se kujdesi i vreshtit është një kombinim i artit dhe shkencës, dhe çdo veprim i drejtë shpërblehet me rush të shijshëm dhe të shëndetshëm. Ky reportazh sjell për publiku një udhëzues praktik dhe inspirues për të gjithë ata që duan të mësojnë më shumë mbi botën e vreshtarisë dhe artin e krahasitjes së rushit. Të nderuar teleshikues të Belish TV, me ftesë të Belish Televizion, sot ne kemi ftuar zotin Artur Dejeli nga rrethi i Krujës, por rezident në Itali prej nëse 30 sa vjetësh. Dhe është një specialist për të gjitha pemët frutore, ullit, rushin. Ne sot bashkë me atë do të trajtojmë problemet e krahasitjes së hardhisë. Masi ai është specialist. Përshëndetje, faleminderit. Ju, mirë jeni? Si e kaloni? Mirë, faleminderit, mirë. Atëherë mund na demonstroni krahasitjen e vreshtit, se pastaj do t'ju pyesim për vreshtet në Itali e për gjitha zonat. Patjetër. Atëherë këtu kemi një vreshtë, megjithëse është periudhë me vonesë, por ne lam disa rroj për demonstrim. Sepse rushi duhet i krahasit, sepse tani ai edhe lëngëzon gjatë krahasitjes. Pa fillon e qarkullon. Tani jemi prezent me këto rroj që kalon ky zotnia këtu, i pronarit tokës. Tani si veprohet për të krahasitur, një rroj. Atëherë, tani unë shoh gjendjen shëndetësore, pra në bazë të forcës, në bazë të degave, kupton? Edhe do të veprohet. Tani, ka dy mënyra që krahasitje që mund ta bëjmë. Edhe ndoshta nuk janë edhe të gabume asnjëra, kupton? Tani, unë shikoj këtu që këto degat në krahun e djathtë janë të varfra. Të dopta. Pra të dopta, janë të varfra. Atëherë, tani, për t'i dhënë forcë që të marri veten, që edhe të prodhoj, do të marrim degën më të mirë, më të saktë, prodhuese. Ku e kuptojmë ne që degat janë prodhuese o nuk janë prodhuese? Kjo është shumë e rëndësishme, pra çdo fermer duhet ta kuptojë. Degat prodhuese janë me syth të afërt. Kurse kemi dega mashkullore që i kanë sythin me distancë të largët. Kur janë me distancë të largët, pra, ato janë mashkullore nuk prodhojnë. Pra, baza është, e kuptojmë, tek sythët. Ta janë sythët prodhuese. Pastaj, kemi të bëjmë. Duhet kuptojmë ku është dega që fillon tek e reja, jo, tek e reja edhe pjesë e vjetër. Pra, dega e re fillon. E vjeçmja, kjo quhet e reja. Sepse i kanë dhënë vjet një syth këtu. Dega e re, dega e re. Të reja këtu. Tani pjesa e vjetër vjen nga forma këtu, kupton? E komplet poshtë quhet e vjetër. Pra, ne në Itali për shembull kemi varietete që po t'i japim një deg këtu poshtë ke vjetra, nuk prodhon. S'bën asnjë veshrush. Nuk prodhon fare. Fare. Degët të dalë mbi 2-3 vjet, mbi. Bravo, do të bëhet 2 vjeçare që të futet në prodhim.
Atëre, Tani, si pas mënyrave që ju krasitni në Itali, Po. domethënë, Po. po nëse se ka ndryshime klimatike, ka ndryshime toksore, ka shumë ndryshime krasime këtu. Po. Atëre, çfarë forme do t'i jepni ju kësaj hardhije? Pra. Dhe konkretisht mund të veproni. Pra, unë do mundohem Po, që këtë rrejt ta bëj ashtu siç duhet. Tani, këtu kemi një deg që ishte e vjetshme. po. Do ta bëjmë rezervë për vitin tjetër, e themi shqip, më mirë, rezervë, që na shërben për vitin tjetër. Pra ne i quajmë zëvendësim. Zëvendësus. Tani pse e marr këtë e jo këtë? Pra, marr këtë sepse kjo edhe afrohet. Është më ulët. Është me ulët. Afrohet me telën. Pra, Po, edhe prerjet gjithmonë do të jetë mes të dy sythave. po. Se dikush e pret shumë rëndë, nuk është mirë. Nuk është mirë. Dikush e pret këtu lart. Pra, prerja do të jetë në mes dy sythave. Po, atëre, po. Pritet, okej. Pra, teli futet këtu, Po. pengohet, pra, ose edhe do lidhet. do lidhet. Bravo, do lidhet. Sa dhe i lidhim ne. Bravo. Tani kemi dy dega Po, prodhuese. Pra, do bëjmë prerjen po. e krahut të majt. Pra, kuptohet prerja do jetë gjithmonë Po. jo shumë në rëndës për arsye se Kalbe nga tharja e temperaturës. Duhet një Pra, centimetër. këtu është, unë e shikoj që kjo ka një thyrje e vjetshme, Po. këto, atëherë do ta pres këtu kjo thyrje këtu në mënyrë të pak shive dhe po të shikosh. Po të shikosh, po. Po të shikosh ka plagën ajo e vjetshmja. Bravo. Tani ecim përpara, do të pastrohet dega, kuptohet, i heqim këto të feminelet, ne quajmë situlloret. Ju thoni situllore. Po, situllore. Ne themi feminele. Po, nëse në Shqipëri kështu i thonë. Tani, shikoj degën e plot deri këtu. Tani, forma e kësaj t'ju arrin deri këtu. Bukur. Tani, marrim degën tjetër, me dy krah. Kjo tani, ku kuptojmë ne deri ku shtyn ky deg? Po. Tani, Gjatësinë që dilë kësaj. Po, bravo. Ku do të kuptojmë ne ku ban kjo deg, deri ku ban? Për menimin tim kjo ban deri këtu. Edhe jo më tepër. Tani, sekreti tjetër kush është? Do na vjen periudha e herjes. Sepse ne do t'i bëjmë edhe gjelbrimin, Operacion e gjelbër. Po, operacion e gjelbër, normal. Sepse po të shikojmë, sythët janë shumë afër. Edhe këtu na bëhet një prodhim shumë i madh me vesha rushi. Që nuk e përballon. Pra, nuk e përballon. Pra, ne ja japim krasitin e duhur, por gjatë verës do i herim. Do bëjnë rrëdhim. Po, bukur. Tani, me që ne caktum këto dy dega, tani do të presim tjetrën. Që në ikën kohë. Tani, prerja kësaj nuk do bëhet asnjëherë rrafsh këtu në rraf. Është shumë e gabuar. Duhet më lart. Për arsye sepse na godet dielli. Edhe mund të thaj. Pra, ne plaga hapët këtu, çfarë bën ajo? Ajo shkon poshtë dhe na than krahun tjetër. Pra, sa është dimisioni i degës, lartësia, pra ne do t'i japim prerje në mënyrë jo të rrafësht, por të pjerrët. Nga ana jashtme, më thënë. Po, urdhëro. Kaq do t'ja lejmë, pra 2-3 cm do t'ja lejmë për arsye. Pastaj, kur të vim vitin tjetër të krasisim, po, si rregull, do t'i heqim pjesën e thatë. Se kjo thanë këtu, edhe e pastron. Pra, kjo ishte rënje parë. Po, si e quni ju atje në Itali këtë lloj forme? Ne i themi gujo. Gujo me dy dega prodhuese, gujo. Me dy dega prodhuese, majtas djathtas. Po duhet kishte edhe kjo i zëvendësuesi që është dobe gujo. Apo jo? Ne tani vitin tjetër do ecim me këta dyja këtu. Po të kishim një tjetër, po tani po marr si shembull, kupto? Atëherë, po marrim këtë shembullin këtu, po të kishim një zëvendësues në këtu më poshtë, që e preva. Pra, po të kishim një zëvendësues këtu më poshtë, duhet ta leni patjetër. Arsyeja, sepse i ulemi telit, sepse ne kemi një rregull. Poshtë telit 20 cm, 20-25 cm, duhet i lejmë një rezervë, një sperone këtu poshtë. E ardhmja. Kjo është e ardhmja për vitin tjetër. Pra, llastare të dalin poshtë telit. Bravo, poshtë telit për arsye. Pse?
ne e presim diferencën që na ka shku lart trupi, edhe baza është kjo për vitin tjetër. Ose mund t'i e bëjmë edhe 2 herë, e forcojmë. Po. E forcojmë e bëjmë 2 herë. Po, nga shneti që merr. Po, nga shneti që merr, pra ne eliminojmë pjesën e lartë. Sepse sa më poshtë t'jen degat, aq më mirë punohet. Pa parim të mbahet ullët. Po, bravo. Sepse kuptohet edhe me sy që kjo ka vajt lartë. Po. Tani, sekreti tjetër është që këto do na japin... Që lartësie vendosen teret në Itali? Domethënë kati. Tani, para shumë viteve, që temperaturat ishin të ulta, e vendosin telin afër tokës, sepse nuk u piqte. Edhe merrte temperaturën nga toka. Kupton? E piqte edhe nga ana tokës, te temperaturët ulta, pra teli ishte poshtë. Tani këto vitet e fundit, atmosfera, klima ndryshoi, temperaturat të larta, çfarë bëjnë ata? E ngrejtën më lart. Tashi lartësia e telit parë është rreth 70-80 cm nga toka. 70-80. Po, 70-80. Për arsye që edhe ne të punojmë lirshëm. Po. Atë kemi këtë ardhin tjetër. Edhe kjo kuptohet që kjo ka trashti knej, pra është trash. Po. Por që knej është dobët. Sepse llastaret janë rritur në 1 metër. Po, që tregon që dobët, ka ngarkesë, nuk janë bërë shërbime. I qik ngarkesë shumë i kanë lënë, e para, dhe e dyta nuk ka dhe shërbime. Sepse shërbimet duhet bën patjetër, që t'i mbajmë në formë, që mas na thaj, sepse bëhet një dom kolosal. Kupton? Një bim do t'jetë trajtuar si një fëmijë. Ka nevojë për punime, për prashitje, edhe për plerime. Edhe për plerime, patjetër. Se për ujit ka vendosur edhe sistemin e ujit. Po, i shoh tubet. Atë kjo ardhia. Tani. Kjo unë e shoh që është shumë e lodhme, e kupton? Tani veprojmë pak a shumë si ajo tjetra, kupton? Tani fillojmë prerjen prap, a kupton? Dega prodhuese. Kupto dega më mirë se këtu i ka skarco, kupton? Nuk i ka të mira gjitha. Nuk i ka të mira, por do t'i zgjedhin më të mira të dyja. Po, më të mira do t'i zgjedhin të dyja. Ne do t'i përshtatemi, e kupton? Po, me sy shohim kush është më e mira. Pra, eliminohet dega, tani pastrohet. Pse pastrohen këta? Sepse kur t'i lidhim, kupton? Kur t'i lidhim tjetë e pastër që mos na pengojnë, a udho, për estetik, a udho. Tani, kjo deg, do të japim prerjen këtu, kupton? Se i ka dhe sy dhe se ke parasysh dhe heqim diçka. Tani, dega që lidhet më mirë, është ky krahu këtu, sepse po t'i japim këte, është shumë lartë. Kupton? Në vetë ne kemi interes që ta ulim poshtë. Kupton? Po. Sepse komoditeti është i mirë, e kupton? Pra, bëjmë prerjen e dytë, të degës dytë, pra, edhe veprojmë. Tani, prerje dytë, urdhro, me 2 krahët. Kupton? Po. Me sharmendë gjata. Po ti numrojmë tani, po bravo. Po ti numrojmë tani se sa syth ka tepër, por do veprohet herja. Po do veprohet herja. Kemi edhe sytha që nuk hapen, janë falco. Janë sytha të fletës. Ata hapen nëse kjo pritet këtu. Bravo, po shpërthejmë, bravo. Pra, kemi disa syth që nuk hynë në fuqi. Tani, kjo është më rëndësishmja. Këtu kemi një formë tjetër, të cilat mund të riparojmë hardhin, apo jo? Po. Tani, si do veprohet me këtë? Kjo është më, po të shikojmë, është pothuajse më e vështira. Po. Kupton? Tani, ka 2 mënyra që ta veprojmë. Kjo deg këtu është shumë e mirë. Kupton? E të rjetë për të zëvendësuar. Po, për zëvendësuar. Hardhin. Po, bravo, se shqyqyr që nuk e kanë heqë, se mos ku do ishe. Po. Shqyqyr kjo është një favor, a kupton? Leminohet njëra, domthon me dopta, a kupton? Që nuk na shërben, dhe shumë e hollë. Tani ka 2 mënyra që mund veprojmë me këtë. Por duke parë këtu që nuk po më pëlqejnë, pra
Kjo si degë është i qike mirë, po shumë lartë. Është shumë lartë. Kjo tjetra është prapë lartë. Ka dy mënyra. Tani, o do ta presim komplet këtë që të marri veten, ose mund ta bëjmë rezervë, po, për vitin tjetër që të na forcohet pak. Kupton? Që të jemi sigurt, po, që ta presish vitin tjetër. Po. A kupton? Nuk është e gabuar. Ja, nuk edhe kështu. Domthon me dy mënyra. Tani, më e përshtatshmja që mund të lidhet më mirë është kjo holla. Që është më poshtë. Kjo është më lart, e lidh, jo si se lidh, por do vuhesh. Pra do të marrim këtë që është i çik më dobët, do të marrim këtë. Edhe do ta lëm me një deg. Sepse kjo nuk ka. Atë je i bindur? Po. Pra, presim këtu. Edhe do t'i japim kësaj 2 syth të shëndetshme, pra, për vitin tjetër. Kjo është baza. Pra, kur të vinë punëtorët që të bëjnë herjen, këto asnjë mënyrë nuk do t'i prekin. Këto do t'i lidhin, t'i shpëtojnë këta 2 dega këtu poshtë. 2 syth 2 dega, kupton? Sepse kjo është shpresa e vitit të ardhshëm. Pra, tani marrim, presim degën tjetër. Pra, kjo është një degë e dobët, nuk do t'i japim shumë gjatësi. Po, se ka dhe tjetër në 2 afër. Bravo, ka dhe tjetër në 2 afër, por do t'a shtrim në këtë krah këtej, që mos na bëhen të përbashkët. Mos na kryqëzohen. Bravo, mos të kryqëzohen, sepse është problem rapa. Tani, shiko. Është vepruri që i gabimisht, me thonë të drejten, sepse i kanë deformuar. Pra ai që ka krasit vjetë. Po, ai që ka krasit vjetë, ndoshta edhe s'ka gjetë sepse se kanë lënë vitin 2 vjetet kalume, se kështu shkon. Po si e le, nuk i gjen. Kupton? Pra, rezervat pse s'na na shërben që i lejmë? Për ja si çela shumë, kupton? Se na shërben për vitin tjetër. Pra, punëtorët i kanë heq. Gabimisht ja kanë heqë se këta qelin në trup. Po, kanë qenë trup për ja heqin, gabimisht. Këta është shumë e gabume. Pra, thamë, regulli që 20 cm, 20-15 vjetë, ku t'i gjesh, duhet t'i leni gjithmonë poshtë telit. Kjo është e kryme, mi fjallë. Tani, si do veprojmë këtu? Shiko, kemi me 2 krah? Po. Pra, atëhere. Këtu kemi me 2 dega, dega me mirë me shëndetshme, do marrim atë më të shëndetshmen. Pra, i gjithë, pastrohet, edhe nuk do t'i japim shumë të gjatë, sepse është e lodhme. Ja, nuk e plotson. Nuk e plotson, ja, nuk e plotson. Tani, tjetra, kemi Kemi 2 mënyra edhe këtu. Tani, o do marrim këtë direkt, që është me poshtë, kupton, ka 2 mënyra. Po. O do marrim këtë direkt që është me poshtë, ose do të përfundojmë që kjo është shëndetshme këtu. Po. Nuk është e gabuar me asnjëra. Pra, po lëm këtë, edhe këtë, kjo eliminohet. Po sikur. Po ta marrim direkt. Jo, sikur. Po. Do lem këtë. Në fakt do të njëshim këtë, po kjo nuk ka drejtim. Bravo. Sikur me këtë ta presim këtu, edhe për vitin që vjen e marrim na këtu zgjatimin. Po mos na largohet shumë. Po jo, më lart se kjo më nalt. Jo, kjo është më nalt, okej. Po, kjo është më nalt. Kurse kjo është më ulët. Po, edhe nuk na shërbeu. Dakor. Nuk e lëm. Po, ose mund të ketë edhe një mënyrë tjetër. Mund t'ja lejmë vetëm një syth këtu. Edhe qikojmë kur zhvillohet me mirë. Po, a kupton? Se ndoshta këta edhe mund... Edhe marrim dhe 2 cepa rrush. Bravo. Mund ta kemi një bazë, me të 2 krahët. Edhe nuk është gabim. Kupton? Pra atëherë prodhuese vendosëm të marrim këtë deg këtu. Pritet. Pra, kjo deg, shiko tash, se unë shikoj edhe sytët kur krasis. Është shumë e rëndësishme. Pra, këtu kemi këtë deg që na mungojnë 2 syth. Këtu s'ka. Pra janë 2 syth mangut. Pra, kur janë 2 syth mangut, do hecim më sipër pak. Po që të kapim sythet e duhura,
deri këtu. Pra, i lam 2 dega prodhuese. Këto quhen dega prodhuese. Zëvendësueset do ishin më poshtë, por nuk ka. Është gabim, nuk ka. Po na dali vitin që vjen. Bravo. Po na dalin vitin tjetër, ai duhet t'i ruaj. Po ai punëtor që do vjerit herri këtu, të ketë kujdes gjithmonë në trup, 20-30 cm, domethënë rreth këtu poshtë duhet t'i ruaj. Shiko, këtë është gabime nga viti i kaluar, Bravo. Ose edhe nga i vit më përpara, se në fakt kjo nuk duhet të ishte kënej. Duhet kishe gjetë një mënyrë që kjo të ishte kënej dhe kjo të kishe krahun kënej. Bravo, fiks. Për të lloj pune. Ata janë gabime të mbartura. Po, bravo. Po, janë gabime teknike që të mbartura nga sistemet e klasikës. Po, e vërtet. Mos jenë specialist. Bravo. Tani, kemi akoma 3-4 roj për të bërë. Kjo rënj unë e shikoj, degat janë të sakta të mira, të plota, po edhe ka prodhuar goxha. Po ti shikojsh, këtu ishin veshjet e rushit, bishtat, shikon, i kanë prejata edhe këtu, pra ka dhënë prodhim mirë. Pra, kjo është shumë e formume tamam. Edhe shëndetshme. Tani, do japim edhe kësaj 2 dega. Degat e poshme, t'ju tregoj edhe këte, degat e poshme nuk janë shumë të mira për t'u lidhur. Të poshmet me bark i themine, të poshmet. Pse? Ku është arsyeja që ne nuk i marrim shumë, edhe ati në Piemonte ku jemi ne, nuk ja japim këtë. Sepse një rreth parë që do t'jesh i sigurt, ka bazament apo nuk ka bazament. Sepse gjatë lidhjes, po ta ulësh poshtë, këto edhe mund na hapen. Mund qahen. Po mund qahet edhe ikën. Mund qahet e ikën si dega dhe ke parasysh dëmtohesh, apo kupton. Pra marrim gjithmonë degat me korriz. Janë më të sakta, më të mira. Pra, tani kemi edhe këtë degën tjetër, kupton? Mirë po, edhe këtu ja, shive. Edhe këtu mungojnë sythët. 1, 2, 3. Mungojnë 3. Pse kanë munguar sipas teje? Po, si mas meje, tashi edhe nuk i ka pas. Kupton? Nuk i ka shty se ka dega që ke parasysh që edhe këtu, shikoj edhe kjo, nuk i ka lidh sythët. Se këtu do t'ishte syth. Tash e mbaret si i vjen, kupton? Tani do veprojmë kështu. Po. Do marrim të shëndetshmën. Po, veprohet. Tani veprojmë kështu. Kjo është e shkurtër, a kupton? Është e shkurtër, dhe kur janë të shkurtra shumë, është edhe vështirë dhe t'i lidhesh. Edhe t'i kthesh. Tani, kur unë e shikoj këtë që është poshtë, që ka bazament, nuk na hapet, detyrohem edhe ta marr. Po. Kupton? Pra, që për vitin tjetër? Kjo ishte ideale, po t'ishte këtu. Por ama nuk. Po, t'ishte më poshtë. T'ishte këtu në trup poshtë. Mirë, po nuk është. Do t'i përshtatim aty ku ta gjejmë, a kupton? Bëjmë prerjen e dytë. Kuptohet se tani ecim, kjo është feminel. Pra, do iqet, do të marrim kryesorën. Kryesorën, sjetullore, bravo. Edhe japim prerin e duhur deri këtu. Tani, e dyta, mund të atëherë. Me që kjo ka drejtimin në krahun e majt, do t'a lejmë majtas. Së është majtas. Tani, në krahun e djath, do të veprojmë kështu, se jam krahun e kundër, do t'a lejmë pare zerë, këte, që t'a kthejmë në krahun e djath. Kjo është degë e fuqishme, pra, sepse unë llogaris edhe lidhjen, që mos të vuajmë. Llogarisi trupin, fuqin, llogarisi lidhjen, edhe plus po su lidh ajo rezervën. Bravo. Po su lidh ajo, do vuish, a kupton? Me qenë e shkurtër se lidh dot, kupton? Iku edhe kjo rronjë. Tani dalim kjo rronja tjetër.
Tani, këtu kemi 2 krah, si gjithmonë, kupton? Edhe do veprojmë me 2 rezerva. Nuk është e gabume, sepse kemi me 2 krahat. Kupton? I kemi me 2 krahat për vitin tjetër. Pra, kjo është i qike përshtatshme, tamam, pra do ishim poshtë televe, por ka, këtu për vitin tjetër jemi poshtë, se sa dega prodhuese. Duke pas parasysh që t'i mbajmë kontroll gjithmonë poshtë. I dham 2 dega edhe kësaj. Ja, u pastru një deg, tani fillojmë degën tjetër. Edhe deri këtu, me 2 dega. Ja, edhe do hapin në 2 krahë, majtës e djatës. Pra, hike edhe ta, se ta e në degat që do të hiqen. Pra, iku kje rëj. Tani marim rëjën tjetër. E shnetshme. E shnetshme, edhe kjo. Edhe kjo goxha e shnetshme. Pra, tani do të veprojmë kështu. Do të marim rezerva poshtë. Pra, me 2 syth, 1 radhë edhe 1, 2. Pra, 2 që kap syu, themi ne. 2 që shikohen, a kudo? Eliminohet. Kjo është formë ideale, dhe më thonë. Po, kjo është ideale, po kuptohet se është lartë, është shumë lartë. Është shumë lartë. Me këtë unë do vuje pak që ta lidhë, sepse është shumë lartë. Këta do t'ishin këtu poshtë. Por do t'i arrim qëllimit, do t'i lidhim. Me pak stil, me pak... Do t'i lënë pak më të gjata. Po, bravo, do t'i lidhim, do t'i ulim, a kupton. Prerjet, unë i preferoj gjithmonë edhe në maje, jo shumë të teprume. Pra, 2-3 cm afër sythit. Për estetik. Për estetik, a kupton. Sepse rrinë më mirë. Tani, iku dega e krahut majt, kemi degën e krahut të djathtë. Tani këtu, po të shikoni, kemi 2 dega të mira, lartë e poshtë. Tani unë do t'a lej, mund të veprojmë, 2 mënyra ka që të veprojmë këtu. Mund të marim edhe këte, për të lidhur, mund të marim edhe këte. Rezervat dhe tjetë gjithmonë poshtë. Po. Edhe i japim një syth që na shtyn nga brenda, nga brenda që t'na vje këtej, mos t'na hiki lartë. Po. Prejse me të aty, edhe do marim këtë, sepse ka krahun. Kjo është e vështirë që ta lidhish. Më kollaj është kjo. Më kollaj është kjo, për edhe kjo lidhet. Edhe kjo shtrihet. Shtrihet se ka edhe krahun, është me korris. Lidhet, idhet poshtë. Nuk është problem. Po. Pra, lidhet kjo dhe edhe sythet i ka. Pra, iku, edhe kjo. Pra, asaj i dham. Krahun këne. Po, i dham. Bravo, po, prite një syth, sepse edhe kur i lidhim ne, faktikisht, edhe i kontrollojmë prapë. Po, e kontrollojmë prapë. Po, tani. Ardhe e dobët. Kjo është e dobët, kuptohet, shifet, si do veprohet me këte. Gjithmonë do të me pas parasysh degat më të mira, më të sakta, që i lidhem edhe kollaj. Pra, presim, i egim të pricem, edhe do të ale me një krah. Sepse kjo nuk e përballon, me një krah. Duke i dhenë rezervën një speronet vogël, sepse po t'ishte e mirë kjo do t'ishe marrë direkt këte. Po s'ishte e mirë, ishte e shkurtër. Kupton? Pra do t'marim këtë prodhuese, këtë degën këtu. Bravo. Edhe iku kjo.
mbaroj. Tani nxirren degat, o lirohen degat edhe I hedhim në mes që ti bluaj traktorin. Se këta do të trinqohen, do bëhen me trinqo. Dhe tani, krasitja e këtyre mbaroj. Tani unë kam disa pyetje me qenë se Po. të ftuam, me gjithë se me vones, domethënë përse përket krasitjes ardhivet. Po. Pasi tani ato fillojnë që të aktivizohen, të langëzojnë. Po, bile, po t'i shikosh? Njëra, po. Po t'i shikosh, po langëzojnë, po. E varet edhe nga lloji. Po. Diku dhe jetë në shesh Po. I zi, e që është. Po. Tani atje ku punoni ju, vreshta, me çfarë distancash millen? Tani, ka një rregull, Po. për arsye sepse do t'i përshtaten edhe mjeteve. Po. Pra, që mjetet të punojnë lirisht, pra ka ca rregull, ca distanca. Prandaj, shpjegoj që rrjeshti me rrjeshtin për shembull, dhe nga 2 metra e gjys deri në 2 metra e 70. Për arsye që traktorët hecin. Apo se si që bëjmë neve. Po, po. Edhe këto 2.5. Po, se mund t'i bësh edhe më të ngushta, por është I çike si kleçme, sepse është I çike bezdis, sepse mjeti do heci lirisht. Çfarë varietetesh preferohen atje? Ne kemi në Piemonte ka shumë varietete, janë pafund, por në zonën time që jemi në Piemonte, kemi fshatrat për rreth, pra çdo fshat kanë vënë një varietet ose 2 varietete në bazën e tokës. Pra kemi Barolon, quhet Nebbiolo për Barolo. Kupton? Ne kurohen në për kantina, kuptohet. Po, patjetër. Të I mbajnë për fuqiat e drurit, 3-4 vjet, kurohet, pra pastaj kemi barberat, barberat I Asti për shembull, njihet shumë. Kemi barberat edhe me fshatra, po kemi edhe rrush të bardh, për shembull, siç është Arnez, Chardonnay. Pra ka shumë lloje. Pinot. Shumë lloje. Shumë lloje. Në varësi të tokës, klimës. Po, bravo, dhe klimës të edhe tokës. Kërkesave që kanë fabrikat. Patjetër. Sa arrin për shembull rendimenti atje pravarësisht? Tani një hektar. Po, e kuptoj. Tani që të marrim cilësi, sepse agrikultura, pra, duhet punosh edhe me cilësi. Patjetër. Pra, se që të marrim një përdhim sa më të sakt, sa më të mirë, ata I kanë bërë një quhen bolini, do më thonë një bolinët quhen, si ta spjegoj, një totale prodhuese për hektar dhe nuk lejohet më tepër. Do më thonë, do të marrin kaq. Do të marrin një, po, bravo. Për shembull ne kemi në Piemonte. Pra kontraktohet ajo. Bravo. Ne kemi për shembull 80 kuintal për hektar. Pra, 1 hektar do të prodhoj 80 kuintal, jo më shumë, sepse ka arsye, sepse humbin gradacionin e sheqerit, humbin ngjyrën edhe profumin. Pra, janë të lidhura. Si pak më duket mu 80 kuintal për hektar. Jo, është me agronomi. Se këtu për shembull ai vjet ka marrë ke 100 kuintal për hektar këtu. 100 kuintal për hektar. Tani ka vështirësi I hektar këtu. Pra në tani varet tokë të vështirë. Po, e kuptoj. Varet edhe me varietete, por zona jon nuk lejohet më tepër. Është vetëm muskati, është një verë jo me gradacion të lartë, verë e bardhë, quhet muskat. Pra, ishte bolinët I kishin më të lartë dikur, I kishin edhe 110, edhe 120. Mirë po hasin vështirësi në shitje, pra nuk po hecën shumë, pra e ulën edhe peshën kuintalet për hektar e ulën. Tani mos gaboj e dërgun deri në 80 kuintale edhe muskati. Jo më tepër. Po mirë, se I bie sipas llogarie, domethënë. Pra hektari, për shembull 1 hektar duhet të ketë 3000 rrojë. Jo, më shumë. 3500. Në 1 hektar tek ne me sa? Me 80-90.
i afrohet rreth 4.000 raj. 4.000 raj. Po. Atëherë Për 4.000 2 kile? Atëherë 2 kilogram planifikohet për raj atje? Po. Mos ta kaloj 2,5, maksimum 2,5, jo më tepër më. Jo më tepër. Po. Pra i bëhet rradhim. Ne fillojmë në herri, fillojmë deridamenton, pra herrin e rushit, se pa i quaj kështu. Sa veshuri leni ju atje? Se ti ke që punon atje. Tani, Tani, ne llogarisim me sy sepse kemi edhe sy. Po. Ne nuk i lejmë më tepër se 6-8 veshë rushi për raj. Po, për raj. Pra, 250 gram. Po ti peshojmë, ata peshojnë 2 kg, 2 kg e pak. Jo më tepër. Pra, janë rreth 4.000 raj për 2 kg, ata bëjnë 80 kuintal. Po çfarë çmimi shitet që i del verdia edhe 1 kilogram? Po, shiko, kemi disa zona që janë shumë të kushtueshme, edhe terrenet, tokat janë shumë të kushtueshme. Për shembull, flasim për fshatin Barolo. Fshati Barolo, 1 hektar tokë, është rreth, jo, them e sigurt, të 2 milion euro. Barolo. Pra, sepse e ka të çmimin kaq të lartë. Shiko, unë du të bëj një llogari kështu, kot domethënë. Për shembull 80 kuintal për hektar. Po. 80 kuintal. Po. Një sekond, 80 kuintal, 8.000, sa është çmimi për afërt? 1 kilogram. Atëherë, me këta që marrin 80. Po, bravo. Para 2-3 vjetëve çmimi ishte më i lartë. Sa? Ishte rreth 4-5 euro kilogrami. Po marrin 5 euro. Po, merret 5 euro. Këtë vit vajti 3 euro i gjys. Para disa viteve. Këtë vit 3 euro i gjys. I bi 5.000 lek kili avërsisht. Po. 5 euro 5.000 lek, pak a shumë. Po, pak a shumë. Po, sepse janë me cilësi të larta, kupton? Po, trajtime kimike, sa bëjnë për avërsisht trajtime kimike? Gjithë sezonit. Tani gjithë sezonit. Me përshim timërores. Po, atëherë, trajtimet kimike ne i fillojmë gjithmonë në fazën kur sythi hapën, kur vetëm me 2 gjethe para, 2-3. Me 2-3 gjethe. Po, me 2-3 gjethe. Trajtimi parë. Trajtimi parë. Veror, do më pranë veror. Po, pranë veror, por jo të forta. Jo të forta. Kuptohet. Sepse janë të lehta se është shpejt, kupton? Deri në fund. Po, deri në fund sa mund të vete me vite, mbaret nga periudhat, brava, nga periudhat, po, mesatarja llogaritet 12-13 herë. Po kemi arritur edhe 18 herë me vite. Po. Shumë si trajtim, ha? Shumë për arsye sepse nga klima, nga atmosfera, nga klima, nga shirat, sepse sa më shpesh shirat vinë, më keq është për ne, më shumë trajtime duhet. Po, më çdo shiu duhet patjetër. Po, duhet patjetër ti hedhish helmet në kohë. Tani për lidhje, si lidhni ju atje në Itali? Me çaj lidhni? Tani, para shumë viteve, kuptohet, nuk ishin veglat moderne, i lidhen me dorë. Po. Kurse tani, ka ca vite, kanë dalë makinetët, ndoshta i keni parë, janë me bateri, janë model francez, quhen Peleng. Kushton 1.200 euro një makinet, po. Por ja vlen, pse ja vlen? Ata janë shumë shpejt në lidhje. Po, ecën më. Po, për shembull, kap telin, ulesh. Tani, po të kemi për shembull 3 djem, 3 punëtor të mirë, bëjnë 1 hektar në ditë. Lidhje. Po. Lidhje. Pra janë me vegla. Kurse disa që kanë pak për shembull, kanë ato traditat e vjetra që i lidhin edhe me shegjel. Ke parasysh? Këto dhe ja lidhim ati fermerit, ne, të cilin e lanë në dispozicion. Po, bravo. Sepse ai ka lidhë të tjerat, kështu që t'ja marrojmë dhe këtë punë me lidhin me format që ke ti për lidhje. Normal. Mund të vazhdosh. Atëherë, do të fillojmë fazën e lidhjes. Këtu kemi këto lidhset, janë letër, pjatë, pra e hapur, me një fije teli mbrenda.
Nuk e di tek ju se këta i kam sjell nga jashtë. Nuk e di, Nuk e di ke ju i kanë prurë, nuk e kanë prurë, por janë shumë të komodshme për lidhje. Tani unë do të marr 3-4 fije në dorë, edhe këtë mbaj aty. Tani, kjo nuk më shërben. Tani, lidhja. Pra, lidhja ka shumë në rëndësi. Pse ka lidhje në rëndësi? Pra, lidhja ka shumë rëndësi për arsye sepse po mi lidhe keq, kupton? Jo në mënyrën e duhur. Pra, në rast se ne do ta lidhim kështu, do ta lejmë kështu, ç'a ndodh? Këto sythët na ikin larg. Pra, degat, rriten degët na ikin larg. Pra, për vitin tjetër do vujmë më shumë. Pra, atëhere, degat do t'jenë të pothitura në tel. Në tel. Po, atëhere. Dhe do të lidhim këtë degën këtu. Tani. Unë këtë do ta shti këtu brenda. E po do. Jo, e shti unë. Bravo. Se kjo edhe mbështetet. Po, edhe mbështetet. Quhet e lidhme dhe ajo. Po, quhet e lidhme, bravo. Pra, syu do t'i kap gjitha. Tani, me kujdes, me këto dorën e majt, do t'i japim harkun pak me hark, edhe do të marrim lidhsen. E kapim për gjys, kështu, ja. Shiko? Pra, i kapim të dyja bashk, edhe do t'i japim gjiron. 2-3 gjiro. Po, vazhdo. Urdhro. Tak, u lidha, iku. Sekonda. Kjo nuk lun më. Jo, s'lun më ajo. S'lun më. E lejmë pak distancë që na hapet tela. Bravo. Bravo. Pra, do të bëjmë shtrirjen. Pra, sa më drejt, më afër, më mirë, mund t'i japim edhe një gjiro të lehtë. Po, një gjiro të lehtë, shiko, tak, edhe lidhim brenda sythit, jo jashtë. Pse? Po e lidhim këtu, ajo mund na iki. Pra, gjithmonë për brenda, po, edhe lehtë, 2 gjiro, urdhro. Kjo deg u lidh. Kjo shpëtoi. Tani marrim tjetrën. Tash unë shikoj që ky teli është jashtë. Si do veprojmë? Pra, një mjeshtër e rregullon, e bën. Pra, do ta fusim këtu, të hardhin, që t'japim krahun, urdhra. Pra, a shiko se afrova? Ishte nga jashtë. Po, ishte nga jashtë. E futën brenda. Po, e futën qendër. Tani. I japi lidhje këtu. Po, i japim një lidhje. Që të rri drejt. Po, të rri dhe teli këtu, patjetër. Mirë është që t'i lidhesh edhe me elastik, por ama vitin tjetër. Më kjo që ka ma letë. Po. Që ka ma letë. Po. Tani. Ase pa ma unë. A shiko gabimet që janë bë vitet e kalume, shi sa larg jemi? Patjetër. Po. Pra, tani. Me kujdes. Do të shtrim këtu, ta fiksojmë këtu në maje, që mos ta hiki. Unë tani do të mundohem që ta afroj prap. E po letë këtë e herdi që... Tani, kemi atë gomën, ma jep lutem pak gomën. Tu japim 2 gjiro, ta afrojmë telin. Ja. Të ndoset mirë, 2 herë, sepse ka forcë. Kupton? Tashi unë kam një unaz, e mora apostafat. Kjo unaza në shërben për të prerë elastikun. Prit. Degën tjetër, do të mundohemi ta ulim. Pra, sepse është shumë lartë. Do të mundohemi dal ka dal ta ulim sa më poshtë. Jo, nuk thyet, nuk thyet. Nuk thyet. Shiko? Se kemi pas rase që kemi këthy, dhe në është kur kemi atë ditë në nesme, kemi gjetë thëme. E kuptoj, po kjo ka trashësi, pa e kuptoj. Kjo ka trashësi, edhe do ta lidhim. Faktikisht, po forcoj shumë, do ta kapim 2 herë. Sepse forcon, ka forcë. E tjek. Po, e tërhej, forca asaj, ajo shkon sipër. Pra, iku, gjysë gjiro, ja, edhe fiksojmë këtu. Artur, tani, sa e ka kohën e vetë kur të bëhet krasitja e gjerëve, që bëhet në operacion, i cili si shtatë dhe jo dhe si shdijet, që është një operacion që i rëndësishëm, krasitës, mund i krasitës shumë mirë gjatë dimrit, në rrasë nuk bën puhën e duhur, nuk bën herjen e duhur, bravo. Pra nuk e bën gjë. Jo. Tani, në qelin e këta, edhe bëm dhe rallimin. Di për peshën që do marim. Pa tjetër. Tani këta rastarët, sa lartë do priten? Do më dhënë, sa gjete?
tani që bëni ju në Itali, do nga përvoja që keni ju atje. Po, tani ne kuptohet që nuk i bëjmë me dorë, janë vegla pune, traktorët gjitha. Ata kanë një krah traktorët, një thik. E kanë të regjistruar. E kanë të regjistruar ata. Në formë të sipër. Edhe i qetë sipër ajo komplet. Konkretisht të janë 2 teret këtu. Po, bravo, janë 2 teret. Ta 2 teret të janë ke 20 cm. Po, ka diku 20-50 paka shumë. 20-50. Tani do dali dhe do e kalojmë këtu, apo jo? Patjetër. Do e kalojmë këtu. Atë sa lart do e qëndrojmë këto? Atëherë, sa mënyrash ka? Po, ka mënyrë. Unë shikoj se do të shofish bazën. Po s'pe bazën nuk kupton. Pra, këta janë shumë të larta. Që do ishin poshtë. Pra, tani, këta degat që do na çelin me telin janë shumë afër. Po. A kupton? Pra, kur mos e bëni këtë gabim që ti pritni shkurt. Po. Për arsye. Pse? Ka arsye. Pra, i mungon ushqimi, do të ketë ushqim. Dega do të tërheqi. Po, gjetja është përpunusje. Bravo, gjetja përpunusje, dega është përpunusje, feminelet janë, situllorët janë përpunusje që i jep pushim e rritjes. Po. Tani, ka 2 mënyra. Ka 2 mënyra. Po. Ja doli Llastari, pashu vëzojmë sekretar Llastari. Po. Tani ku e presim këte? Tani kjo do të pritet këtu ku maron dega. Lart. Domethënë lart, domethënë duhet të jetë ke 7-8 cm. Po, si rregull, ne kemi shtyllën këtu, që nuk na lën me gabu. Pra, si rregull, pra do të jetë 20-30 cm mbi shtyllë. Po. Sepse kjo qëndron. Po, atëherë do pritet. Atëherë. Po. Afërsisht, ç'a muj i takon kjo lloj prerje? Prerje parë, ne i presim 2 herë deri në 3 herë. Po. Kur fillon prerja e parë? Prerja e parë fillon periudhën që shikohet. Shikohet, mbas shtyrjes. Kuptohet. Pra, ata e shikojnë që janë bë për të pre, do priten. Pra, kur e kalon sepse tek ne shtyllat janë më të larta, kupton? Pra, kur ata e shohin që e kaloi majën e shtyllës 30-40 cm, bëre prerje. Prerje e parë. Po. Pastaj ç'a ndodh? Ajo fryn anash. Hapet anash. Edhe rritet edhe prap nalt, se janë ato situllore që rriten prap. E majës. Po. Mas një periudhe jo shumë gjatë, bëhet prerja e dytë. Prerja e dytë. Bën edhe prerja anësore. Po edhe prerja anësore i qetet edhe anash. Pra, lart edhe anash. Këto që vinë në formën e duhur. E kuptueshme. Po, e kuptueshme. Sepse kene në pjesë të fermerëve që edhe unë, domethënë, i kam udhëzuar. Po. Që të mos nxitohen në prerjen e këtyre, sepse i ulin shumë degat. Mirë, ato ka nevojë për të përpunuar lënda ushqyese, ka nevojë për gjethe. Normal. Numër të saktuar gjethes. Normal. Dhe kene avërsisht, domethënë, i bie që mas i lidhet kokra, domethënë në funi qershorit që mund të arrijnë këtë lloj lartësie. Po. Paka shumë po. Paka shumë po. Por kjo është periudha që mund të arrijnë. Po, paka shumë po. Po, këtu tek kur dalin veshullit e rrushit këtu. Po. Sa gjethe u hiqet atje? Atëherë. Tek juve. Atëherë, që të bëjmë një punë të mirë. Po. Ajo ka shumë rëndësi. Hekja e gjethe. Po. Tani, kemi degat që të hapen. Po. Lart. Pra, në herjen e fillojmë. Pra ja kemi, kur dega, se po krasoj prapë ja doli kjo, edhe ndiku këtu se kemi, ka lidh cepin në rrushit, veshulli, ose edhe këtu, lidh 2 veshulla kë. Tani këtu ka 2 gjethe, që linë të në bazë gjethe, edhe vinë. Pra, çdo dege, ne i heqim 2 gjethet e fundit. 2 gjethet e fundit. Për arsye, që të qarkulloj ajri, që të hyni ilaçet, edhe të hydhe pak diell, që të jemi kundër smundjeve. Pra, kjo është herja e parë. Pastaj i heqim dopjet, në rast se kemi syth që na çel 2 dega, pra, i heqim 1 lem me 1. Plus që bëjmë radhimin e sytheve kur janë shumë afër, me distancë. Pra, kjo ishte forma e parë e prerjes. E prerjes, bravo, në majët. Po, që mund ta bëjmë 2 herë, 3 herë. Po në formë tjetër, çfarë forme ka? Tash ka një formë tjetër. Po. Pra, që qëndroj. Pra arrin këtu. Po, arrin këtu. Në fazën që arrin tek teli,
Do ta kaloj telin pak. Pa tjetër. Po, 20-30 cm, 40 cm le ta kaloj telin dhe i gjirojmë në tel. Për shembull, do të marr një deg. Ja merr një llastar. Ja marr një llastar këtu. Pastaj supozojmë që këta janë degat që rriten. Këto, pra, ja, mbaje aty ti, edhe unë do t'i bëj gjërimin si gjërohen e tel. Ja. Pa i pre majat, a? Pa i pre majat. Le të heci pak. Kur e shohim që tepron që na del jashtë, atëherë veprojmë i qethi manash. Pra, kjo na shërben për t'i dhënë ushqim. Po, ka dy mënyra. Pra, edhe sigurohet që kapët në tel nuk luhen nga ernat, nga furtunat, nga gjitha, edhe kapët në tel, po edhe japim edhe gjatësinë e duhur. Ka tenda atje, domethënë kultivohet i rrushi me tenda, domethënë. Jo, tek ne ka tenda kundër brezhrit, kundër furtunave. Jo tenda, ke parasysh. Jo, e kuptoj, tenda. Po, e kuptoj. Për shembull larta se janë këto, edhe shtrihen kordonët në lartësi. Të them, në zonën tonë jo, nuk ka. Ka tendra gjysmë krahu nga poshtë, për arsye që mos t'i godasi brezhri. Po gjysmë krahu, kupton? Në të dyja krahët, po jo deri lart. Jo deri lart. Sa të mbuloj veshët e rrushit. Sa aty është rëndësia. Po kultivime rrushi në sera, ka? Jo, në zonën tonë jo. Nuk ka. Po, në zonën e Pulës, Bari, janë ato tentat që më thej që janë të larta që i mbulojnë me tenta. Në Bari, ajo është rrush tavoline. Po, për të ardhur më shpejt. Për të ardhur më shpejt, për të mbrojtur nga çdo rrezik natyral. Domethënë forma më e zakonshme është kjo formë me shtylla, ha? Po, formë me shtylla, çdo 5 rrënjë vehet një shtyllë. Po. Do të kur ti mbjellim sepse ka rëndësi, a kupton? Do t'i dhejmë një shufër hekurit çdo rrënje. Po. Pra, ne kemi një rregull që kur bëjmë lidhjen, gujo me një deg, kuptohet, i japim degës pak a shumë me varietete. Për shembull kemi nebbiolën. Nebbiolën i japim 2 syth më tepër se sa varietete tjera, sepse 2 sythet e para nuk çelin. Nuk prodhojnë. Kupton, nuk prodhojnë rrush. Edhe mund çelin, po nuk prodhojnë. Po, ka varietete që. Po, ka, po bravo. Pra, shpjegova edhe për nebbiolën është interesante. Pra, ne kemi nebbiolën. Po t'i japin degën prodhuese ke vjetra, nuk bën asnjë vesh rrush. Është varieteti. Do t'i japim gjithmonë tek e reja, ke degat e reja. Në fakt, pjesa më e madhe e hardhive i japin te reja. Normal, ka varietete. Ose do dali këtu ose këtu. Për shembull, kjo është 1 vjeçar, po ka dalë mbi shumë vjeçare dhe kjo nuk jep. Në 9% të hardhive. Po, pastaj ne do t'jemi shumë inteligjent sepse kush din të krasisi, shef sythët, hapin e sytheve, kjo ka rëndësi shumë. Fryrin e sytheve, ku i kuptojmë në sythët kush janë prodhues e kush nuk janë prodhues. Sythët prodhues, siç e din se unë kam ndjekur edhe në anë të televizorit, po, je specialist, bravo, kupton të kam ndjekur hap pas hapi, je mjeshtër i punës. Ke një eksperiencë shumë të lartë. Edhe t'jap komplimente. Shumë faleminderit. T'jap komplimente. Të mësurit nuk ka fund. Jo, s'ka fund. Dienia nuk ka fund. Jo, nuk ka fund. Njeriu do të mësojë gjatë gjithë jetës. Ashtu është. Pra, e thash edhe një herë, pra, një krasitës shikon sythët. Nëse sythët janë të fryera, të hapura pak, është deg prodhuese. Nëse sythët janë të largëta e më të vogla, duhet me pas kujdes. Me i fjalë dalim ka e shprehja që kanë thonë filozofët e bujqësisë, që shërbimet mi bëjnë kushdo, po krasitjen ma bëjmë Zot. Po. Sepse realisht krasitja është art. Po, bravo. Është art në vetje. Agrikultura, frutikultura është art në vetje. Specialistët thuhet që me krasitjen e detyron bimën ose pemën të çelë atje ku do specialisti. Bravo. Ti do ta çesh mat pik aty, që ajo do ta obligojsh. Siç veprum këtu që ne do ta detyrojmë këtë që kjo të çelë atje ku duam ne. Patjetër. Jo ku do hardhia. Bravo. Nëse ne nuk e çojmë atje ku duam ne. Pra nuk e bë punë. Ne nuk kemi bën. Jo, nuk e kemi lu rolin e duhur. Jo. Un kam thonë në për emisione, kam marrë që krasisin, udhër, rroshe, tjere, dhe kam thonë kështu,
Unë një pyetje i bëj atij, për ta verifikuar se në çfarë gjendje është për ta krahasitur. Që do fillojmë edhe cilën do pres këtë. Nëse më argumenton përse po e pret këtë deg, atëherë se s'ke nevojë për Bravo. Ka njëherë i bëj edhe çunat me qesh, se ne punojmë ke parasysh me skuadrën, shumëtën janë shqiptar, po kemi edhe të huj, kupton, gjithë punojnë, kupton, ndjekim punën, gjitha japim rezultat. Ne kemi dhënë një rezultat kooperativat, se ne kemi kooperativa, si që ishin kooperativat në kohën komuniste, po janë private. Pra, ne kemi durët e arta. Jashtë shtetit kemi dhënë shumë rezultate. Me ka kaq vite, 30 sa vjetë pune. 32 vjetë atje, je bëm mjeshtër për këto lloj probleme, si mos për rrushin normal. Nuk e diskutojmë. Normal. Ne pa ne dhe të ftuam, domethënë për të thënë atë përvojën, pavarësisht se nuk jeni Itali, je këtu ke vreshtër tona, për të thënë përvojën atje. Po, fiks. Ndoshta do kemi kismet që mund do vim edhe atje për ta. Normalisht të vini, jo presim me gjithë dëshirë, me gjithë qef. Me kaqin të filmojmë atje punën që bëhet. Të nderuar teleshikues, siç edhe në ndojtjet, ne sot ishim në Ivresht, bashkë me shokun dhe mikun ton që vjen nga Italia, zotin Artur Diheli, i cili ka mbi 30 vjet që punon në vreshtat e Italisë. Edhe ne si përmarrës, edhe ne i bëmë festë për të treguar përvojën e Italisë këtu ke ne. Në emër të televizionit, unë e falenderoj për sakrificën që bëni, që erdhi nga Italia apo safat për këtë lloj problemi. Atëherë edhe i falenderoj. Faleminderit shumë për jush, për ftesën, edhe më keni gjithmonë prezent, çdo lloj problemi, çdo lloj spjegimi, unë jam i gatshëm të ndihmoj. Ju falenderoj nga zemra, punë të mbar e suksese gjithmonë dita ditës. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni i sotëm. Faleminderit për vëmendjen, edhe miru takoshim në emisione të tjera.